Komentimi përsosur i Kuranit. Gjuzi i 29. Sure El-Qiyama. Ajetet nga 26 deri te ajeti 30. Kalla idha balaghat at-taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq. Por kur shpirti të vi në gryk, e të thrasin akashërues, atëherë ai që po vdes do të bindet se ky është çasti i ndarjes dhe këmbët do të ngrihen, atë ditë ai do të sillet te Zoti yt. Komentimi. Në vazhdim të diskutimeve për botën tjetër dhe fatin e besimtarëve dhe të jo besimtarëve, këtu flitet për çastin e dhimbshëm të vdekjes, e cila është dritare drejt botës tjetër. Ajeti 26 thotë se kur shpirti të vi në gryk, atij do t'i hapen syt. Është dita kur syri i tij ezoterik, syri i botës ndërmjetme do të hapet, perdet do të hiqen dhe ai jo vetëm që do të shikojë shenjat e ndëshkimit dhe të dënimit, por edhe do të njihet me veprat e tij. Në ato çaste do të besojë, por ky besim tashmë nuk do të sjellë asnjë dobi për të në atë gjendje. Fjala et-taraqi është shumësi i fjalës terkuetun dhe tregon kockat që kanë rrethuar fytin kurse arritja e shpirtit në gryk nënkupton momentet e fundit të jetës së njeriut, sepse në kohën që shpirti ndahet nga trupi, gjymtyrët e trupit, të cilat janë më larg zemrës, si duart dhe këmbët, pushojnë të parat së funksionuari. Shpirti gradualisht largohet nga trupi derisa arrin në gryk. Në këto momente tregohet se njerëzit e pranishëm te i smuri kërkojnë me ngulm rrugë për shpëtim. Në ajet thuhet se a ka ndonjë njeri që mund ta shpëtojë jetën e këtij të smuri e të thrasin akashërues. Këtë fjalë thon nga dëshpërimi, pafuqia dhe mjerimi, sepse e din që të smurit i ka ardhur fundi dhe as mjeku nuk mund të bëjë ndonjë gjë. Fjala rakun rrjedh nga fjala rakyun, kurse fjala rukjetun tregon ngjitjen lart. Kjo fjalë përdoret për hajmalit dhe dhikret, të cilat ndikojnë për shërimin e të smurve. Për këtë arsye edhe mjekun që shëron pacientin e kanë quajtur raki. Në këtë kontekst, kuptimi i ajetit është ky: shoqëruesit e të smurit ndonjëherë dhe vetë smuri nga dhimbjet e padurueshme thret, a ka ndonjë mjek, a ka njeri që lutet dhe ta shpëtojë të smurin. Disa komentues të tjerë kanë thënë se kuptimi i ajetit është ky: cili nga ëngjëjt do t'ia marrë shpirtin dhe do ta çojë lart, a do të jetë ëngjëlli i dënimit apo i mëshirës? Ka të tjerë që kanë shtuar se duke u nisur nga fakti që engjëjt ndjejnë bezdi nga marrja e shpirtit të personit jo besimtar, si dhe nga ngjitja e tij lart, engjëlli i vdekjes do të thotë kush është ai që do t'ia marrë shpirtin dhe do t'ia çojë lart. Komentimi i parë është më i saktë dhe më i përshtatshëm se të gjitha komentimet e tjera. Në ajetin vijues tregohet dëshpërimi i plotit të smurit. Për këtë ajeti thotë atëherë ai që po vdes do të bindet se ky është çasti i ndarjes dhe këmbët do të ngrihen. Kjo ngrirje e këmbëve ndodh sepse shpirti u largua nga ato për këtë moment. Në këtë ajet janë përmendur dhe komentime të tjera. Për shembull, në një hadith nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, lexojmë puqet bota me ahiretin. Në tefsirin e Ali ibn Ibrahim gjithashtu është përmendur po ky kuptim. Nga Ibn Abbasi gjithashtu është transmetuar se me këtë nënkuptohet puqja e vështirësive të vdekjes me vështirësi të kiametit, duke se të gjitha këto interpretime i rikthehen kuptimit që u transmetua nga Imam Bakiri, paqja qoftë mbi të. Ky interpretim rrjedh nga kuptimi që përcjell fjala sakun, e cila në fjalorin arab me njërin prej kuptimeve tregon se është ngjarja e rëndë, fatkeqësia dhe katastrofa e madhe. Disa të tjerë gjithashtu kanë thënë se me këtë nënkuptohet puqja e nyjave të këmbës në qefinin. Sigurisht këto komentime nuk bien në kundërshtim me njëra tjetrën, pra është e mundur përfshirja të gjithë atyre në domethënien e ajetit. Në ajetin e fundit të diskutimit ton thuhet atë ditë ai do të sillet te Zoti yt, po të gjithë do të rikthehen te Allahu dhe do të jenë të pranishëm në gjykatën e drejtë të tij, dhe të gjitha rrugët, linja do të përfundojnë tek ai. Ky ajet thekson edhe çështjen e ringjalljes së përgjithshme të njerëzve. Ai mund të jetë edhe një aludim për kahun e lëvizjes së krijesave drejt qenies së pastër të Allahut të madhëruar. Kulumtim. Çasti i dhimbshëm i vdekjes. Ashtu siç e dim, Kurani ka kushtuar një rëndësi të madhe çështjes së vdekjes, veçanërisht çastit të dhënies së shpirtit, dhe i paralajmëron njerëzit se të gjithë do të ballafaqohen me këtë çast, të cilin e ka përshkruar edhe si sakratul maut, agonia e vdekjes. Ndonjëherë e ka përmendur si garamatul maut, që do thotë rishtimet e vdekjes. Herë tjetër e ka përmendur me shprehjen kur arrin shpirti në fyt, e ka përmendur edhe me shprehjen arritja e shpirtit në gryk, ajetet që po diskutojmë. Nga të gjitha këto që përmendëm më lart, kuptojmë se ai çast, ndryshe nga ç'është pretendojnë disa materialistë, është një moment i vështirë dhe i dhimbshëm, si mund të mos jetë kështu kur janë çastet e kalimit nga një botë në botën tjetër, që do të thotë se është kalim i dhimbshëm, siç është i dhimbshëm kalimi i njeriu nga bota embrionale në këtë botë.
Në transmetimet islame tregohet se këto çaste për besimtarët e drejtë do të jenë të lehta, ndërkohë që për njerëzit jo besimtar do të jenë tepër të vështira dhe të frikshme. Kjo ndodh për shkak se euforia e takimit me Allahun, gëzimi i ballafaqimit me mëshirën dhe begatitë e pafundme të tij e largojnë aq shumë vëmendjen e besimtarëve sa nuk i ndjejnë as dhimbjet e çastit të kalimit nga kjo botë në botën tjetër. Ndërkohë që jo besimtarët ndjejnë shumë frikën e dënimeve edhe fatkeqësinë e ndarjes nga kjo botë, pas së cilës ishin tepër të lidhur, pra ata përjetojnë dhimbje të dy fishta në çastin e vdekjes. Në një hadith nga Imam Ali ibn Husein Zeinul Abidin paqja e qoftë mbi të lexojmë, kur e pyetën atë rreth vdekjes tha, për besimtarin, vdekja është si lirimi prej prangave dhe zinxhirëve të rëndë, si zëvendësimi tyre me rrobat më të mira, parfumet më aromatike, si shëtitja me kuajt, mjetet e udhëtimit më të shpejtë, si transferimi në shtëpitë më të bukura, kurse për jo besimtarët çasti i vdekjes është si heqja një rrobe të stolisur dhe transferimi nga shtëpitë e pashme në veshjet me rrobat më të pista dhe dërgimi në shtëpinë më të frikshme, më trishtuese e në dënimet më të mëdha. Në një hadith tjetër transmetuar nga Imam Sadiku paqja e qoftë mbi të lexojmë, një person kërkoi nga imami që ta përshkruante vdekjen. Imami tha, vdekja për besimtarin është si parfumi me aromë të këndshme, të cilin kur e nuhat të kaplon një gjendje ngjashme me gjumin dhe dhimbja e vuajtja hiqen plotësisht. Për jo besimtarin vdekja është si thumbimi i gjarpërinjve apo i akrepave ose më të ashpër se kjo. Thënë shkurt, vdekja është dritarja e botës së përjetshme, pothuaj i njëjti vlerësim thuhet edhe në një hadith nga Imam Aliu paqja e qoftë mbi të, çdo shtëpi ka një derë, dera e shtëpisë Ahiretit është vdekja. Kushtimi i vëmendjes ndaj vdekjes ka një ndikim të thellë në shuarjen e pasioneve, në dhënien fund të dëshirave të kota dhe të neglizhencës, prandaj në një hadith të transmetuar nga Imam Sadiku paqja e qoftë mbi të lexojmë, kujtimi i vdekjes i shuan i mbyt epshet në shpirtin e njeriut, i çrënjos rënjet e neglizhencës nga zemra, e përforcon zemrën me premtimet hyjnore, natyrës së njeriut i dhuron qetësi, dinjitet dhe butësi, shkatron gjurmët e egoizmit, e shuan zjarrin e lakmisë në syrin e njeriut, botën e bën të vogël dhe të pavlerë, dhe kjo është domethënia e thënies së profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i cili ka deklaruar një orë meditim është më dobishme se një vit adhurim. Sigurisht ky është shpjegim për njërin nga çështjet e meditimit dhe nuk është kështu që objekti i reflektimit është vetëm ky.